Një kosovar ka vdekur tragjikisht në një aksident komunikacioni. Lajmin e ka bërë të ditur aktori I njohur Naser Rafuna, I cili të ndjerin e kishte djalë të tezes. Sipas Rafunës, I ndjeri ka jetuar në Zvicër dhe ka lënë pas vetes gruan dhe 2 fëmijët e vegjël. Nuk ka informacione shtesë rreth aksidentit. Ky është njoftimi I plot I Naserit. Të Allahut jemi dhe te ai do të kthehemi. Nga dënimi, djali I tezës, pas një aksident komunikacioni, ndroi jetë duke lënë pas vetes gruan dhe 2 fëmijët e vegjël dhe neve familjarëve. Na e ka kput shpirtin Mimi jem. Për të pamjen dhe procedurat e varrimit, do t'ju lajmërojmë me kohë, me që I ndjeri jetonte në Zvicër.